Erdhën për të përuruar fillimin e ndërtimit të sahat kullës në Tetov. Rreth 200.000 euro janë siguruar nga komuna e Konjës së Turqisë, ndërsa pjesa tjetër do të duhet të sigurohet nga ana e Ministrisë së Kulturës të Maqedonisë. Kryetari i Tetovës Bilal Kasami tha se kjo është faza e parë, gërmimi i themeleve ku ka qenë sahat kulla, ndërsa Ministri i Kulturës tha se rikthimi i saj në qytet ka qenë ëndër e tij e kahershme, por që nuk ishte gjetur përkrahje. Tash si Ministri i Kulturës dhe Turizmit e kemi edhe kryetarin e Tetovës, i cili është i interesuar që ta përfundoj këtë projekt. Besoj se së shpejti do të fillojnë edhe me punime. Tani ma i kemi hapur themelet për t'i marrë masat e duhura me të cilët do të ndërtohet sahat kullë. Jemi këtu që të rikthejmë një objekt simbol i të kaluarës së Tetovës me të cilën do të vazhdoj të identifikohet qyteti jonë. Pra bëhet fjalë për objektin ikonik të Tetovës, sahat kullën e Tetovës, e cila para gati një shekulli është rënuar dhe të cilën ka pasur edhe më herët disa iniciativa për ta rikthyer, por nuk kanë qenë fatkeqësisht serioze dhe duhej që të Drejtori i Qendrës për Konservim Aleksandar Jordanski tregoi se ajo daton në gjysmën e dytë të shekullit të 16, konkretisht midis viteve 1566 dhe 1567. Кога прв пат е изграден како објект? Това е втората половина на 16 век, меѓу 1566 и 1567. Сигурно не како саат кула. Како саат кула е во опис... Механизам саат во тој период, како да многу рано ми е нешто. Значи, Вака може да немало саатче, пошто тука го имаме саат џамија, каже од тоа како кула. Како кула, да, ама како саат кула не може. Стотниците више 18 век почнуваат. Projekti i kullës së sahatit është i vitit 2006.